Kurani fton për verifikimin e lajmeve. Në ajetin 6 të surës Hujurat, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun bin-naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë në është i vërtet, për të mos i bërë dëm do kujt pa dashje, e të pendoheni pastaj për ato që keni bërë. Ky ajet është një nga parimet më të rëndësishme të etikës islame në lidhje me informacionin, lajmet dhe gjykimin ndaj të tjerëve. Ai përmend disa kuptime dhe mësime të thella. Në këtë ajet, Allahu i madhruar i urdhëron besimtarët që të mos e pranojnë më njëherë çdo lajm që dëgjojnë, por ta verifikojnë informacionin para se të reagojnë. Të mos ndërmarrin veprime mbi bazën e thashëthemeve, sepse nëse veprohet pa verifikim, mund të ndodhë që të dëmtohet një person i pafajshëm, të përhapet padrejtësia dhe më pas njerëzit të pendohen për gabimin e bërë. Sipas transmetimeve të komentuesve të Kuranit, ky ajet zbriti kur një person solli një lajm të pasakt për një fis musliman dhe për pak sa nuk ndodhi një konflikt i madh. Pra, Kurani ka vendosur një parim universal se lajmi duhet verifikuar para se të merret si i vërtetë. Ky ajet na përcjell disa mesazhe. Mesazhi i parë, verifikimi i informacionit është detyrë fetare. Në Islam nuk lejohet që besimtari të jetë i nxituar në gjykim. Imamët e Ehli Bejtit kanë thënë, mjafton si gënjeshtër për njeriu që të tregojë çdo gjë që dëgjon. Pra, jo çdo gjë që dëgjohet duhet përcjell. Mesazhi i dytë, lajmi i rrem mund të shkaktojë padrejtësi. Një lajm i pavërtet mund të prish marrëdhënie mes njerëzve, mund të krijojë armiqësi, mund të jetë shpifje ndaj një njeriu të pafajshëm dhe mund të shkatërrojë reputacionin e dikujt. Kjo është një padrejtësi shumë e madhe në Islam. Mesazhi i tretë, nxitimi është një nga shkaqet e gabimit. Ky ajet na mëson se shumë gabime në jetë ndodhin për shkak të nxitimit, reagimit emocional dhe gjykimit pa prova. Prandaj, Islami kërkon maturi dhe verifikim. Ky ajet është jashtëzakonisht aktual në kohën tonë, sidomos në epokën e internetit dhe të rrjeteve sociale. Sot, një lajm i pavërtet mund të përhapet në Facebook, WhatsApp, Instagram e në portale të tjera brenda pak minutash dhe ai besohet nga mijëra njerëz. Ky ajet na mëson dhe na thot që mos e shpërndajmë një lajm para se ta verifikojmë. Shumë njerëz sot ndajnë akuza, publikojnë lajme të pavërteta për njerëzit dhe gjykojnë pa prova. Kurani paralajmëron se kjo mund të çojë në padrejtësi ndaj të pafajshmëve. Edhe në nivel shoqëror, propaganda, manipulimi i informacionit dhe lajmet e rreme mund të ndikojnë në opinionin publik. Ky ajet është parim për një shoqëri të drejtë dhe të vetëdijshme. Nga ky ajet mund të nxjerrim disa rregulla të rëndësishme. Së pari, mos e besojmë çdo lajm që dëgjojmë. Së dyti, mos e shpërndajmë një informacion pa e verifikuar. Së treti, mos e gjykojmë një person mbi bazën e thashëthemeve. Së katërti, të kërkojmë gjithmonë burimin e lajmit. Së pesti, të ruajmë nderin dhe reputacionin e njerëzve. Së fundmi, themi se ky ajet vendos një rregull të artë për jetën e besimtarit, se besimtari nuk është njeri i thashëthemeve, por njeri i së vërtetës dhe i verifikimit. Nëse njerëzit do ta zbatonin këtë parim kuranor, do të kishte më pak konflikte, më pak shpifje, më pak padrejtësi dhe më shumë drejtësi në shoqëri.